Nxito më shpëto. Këto kanë qenë fjalët e fundit rrënqethëse që gazetari i njohur i Vlorës, Enrik Mehmeti, i tha të vëllait përmes telefonit. Ai ishte i shtrirë në tokë, i vetëdijshëm pas aksident me motor, të ndodhur në plazhin e Porto Novës në Zvërnec. Por pas kësaj humbje jete të parakoshme, fshihet një vello e madhe misteri. Gazetari 40 vjeçar njihej për raportimet e tij të sakta nga qyteti i Vlorës dhe nuk i trembe syri edhe përballë presioneve që mund t'i bëheshin. Ajo që u tha nga policia ishte se mjeti u përmbys dhe kjo rezultoi fatale për gazetarin, por sot është zbuluar një tjetër detaj që ka tronditur opinionin publik. Kolegja e tij ka ngritur dyshime të forta që po qarkullojnë kudo në rrjet. Ajo ngriti disa pikpyetje të mëdha, teksa deklaroi se kjo ngjarje nuk është një aksident i thjeshtë. Tha, Enriku nuk udhëtonte kurrë vetëm, ai lëvizte gjithmonë me vëllain Fabion ose me grupin e tij të gjerë të shoqërisë. Pse zgjodhi të nisej në fshehtësi atë natë? Kush e telefonoi? E dyta, askush nga familjarët nuk e dinte për këtë udhëtim. Vëllai u tmerrua kur mori telefonatën e tij të fundit pa pasur asnjë ide që Enriku ndodhej në Zvërnec. Ndërsa misteri më i madh është se cili është 18 vjeçari që ndodhej me të në motor. Kush e telefonoi për t'i kërkuar takim në atë zonë të izoluar bregdetare? Vëllai i tij është tronditur kur ka marrë telefonatën nga Enriku që i thoshte: "Nxito të lutem shpejt më shpëto." Ndërsa Vlora dhe bota e medias i dhan lamturmirën e fundit një reporteri që shërbeu për 2 dekada, pyetjet mbeten ende pa përgjigje. Çfarë ka ndodhur saktësisht në ato momente në plazhin e Porto Novës? Grupi hetimor po punon, por misteri sa vjen e shtohet. Po ju, çfarë mendoni për këto dyshime që janë ngritur nga kolegja e gazetarit? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.